Ndjenja jote kur pik puth për herë të parë. Ndjenja parushme. E parushme do me thonë. Me xixha. Okej, femra për ty, objekti sinqert apo objekt seksi? Me që e du seksi po thom. Do me thonë e do Pëlqen, seksi, ja? Bravo, pëlqen. Po. Okej, qëndrimi e promovove vetën, kalo mikrofonin, në rregull paska, e promovove vetën si person që je avanturist, mbi 40 femra mos gaboj shakenan? Po e vërtet. 40, po. Femna për ty. Femna Objekti sinqert apo objekt seksi? seksi. Puthja jote e parë, emocionet e para. Shumë rrëthqetëse. Rrëthqetëse, pse? Ti dhes ke ndjenjat. Ti dhe s'ka ndjenja. Po. Bravo, përgjigje e bukur. Kenan, qështu duke ndjen përgjigje, do me thonë, ka atë shenë që o përgjigjen? Ky djali këtu, emri se po të më falë të arrej, Beneti. Po. Unë pesha që gjatë kohës ka shumë emocione, po... Edhe më ka kërku kik, lutëm, mos u për shumë studja. Apo e sinceriteti ma i malë të aj, që të ka kërku ty. Edhe tjetra, do më thonë, ka munges shprejurit, për shkak emocioneve, po në regull, në vazhdim, bëja në si rajtje. Po më thonë, ashtë qare. Po, do këtu rajt, a një kështë seksi, a një kështë në Al Capone këto. Qa thoj të preti, qa thoj? Ama 3 femra si ke pas kur njët. Po të shumë milionit të pas. Jo shok për femra kim vjollit. Okej, qëndre? Në fajtë për qëndrimin kënaj. Për qëndrimi është mes ranës dhe të vërtetës. Pse qëndë... Cilla? Li thuje, cilla? 50-50, 50-50. Ja, ma mirë thuje të vërtetën se me thonë 50-50. Po të vërtet ashtë ka, do më thonë që je 50-50. Po mos më pëlqen 50-50. Qëndrim, ashtu po t'inglën tek ne, kështu vjolla. Po për derisa jemi ri, tashti ti e ke bo një mosh, ti besoj që... Po dhe kjo ka qenë i ri. Jo, Dardi nuk ti e ka një ri, po tashti mu krasu, tashti ti me mu nuk mënesh. Kuptove, nuk po flas. Ti ke mujt mi pas 40 femra. Po e vërtet. Se dja i të më kuptu mu që ka po flasën. Une tek ne po t'inglën si mes vërtetës dhe gënjeshtrës. Në rregull. Me emocionin tënë. Une gjykoj vetëm për mes emocionin. Edhe Albina ka një komend, Kenan, qëfë së mdeja? Në rregull. Albina? Unë për mendimin të amë qëndrimin a ka ullë shumë poshtë si famna. Pse? Sa... Që ka bo objekt seksi? S'ka arsye që të thonë. Për nuk të boni ty. Nuk thash. Përgjithsi famna. Përgjithsi. Ja jenë kratë femnave a djembe? Jo, jam ka drejtës tashte. Po e drejta është kjo. Okej. Se ti E drejt mendimin e vetë. Okej, ka ban me full. A ban me full i është spa, okej. Kullin si objekt sekse. Dhe aty ndështë po. Gjemasi, fjallë. Veç pa, ka dole, kjo është prej mendimin e vetë. Kjo është prej mendimin e vetë. Ja boni pytja. Do në shprej mendimin të më të s'mund është më mandonë mendimin të më shprej sa duha. Vajza respekt. Okej, Dardi më falë shpejt. Po gë, kjo e tha 40 femna. E ta she anej shprejën anej, seks e ole, seks. E ka që 8 vjetë së dollë me asë një femën së gojtë ashtë Kjo s'kam, krejt kam avem. Edhe ti, po ti, a ki të zemrën e thyllit e? Dardi marove, Dardi, qëndresa më fajt. Dardi ke mbaru, Dardan, ke mbaru. Për lidhje serioze, se për objekt seksi. Kela më fajt. Apo mja këthy përgjigjen Dardit. Po, shpejt të Unë në fillim bëllë mirë dash, unë jëmë koni dashurum lidhje serioze, aventura kom pas. Para 8 viteve. Para 8 vite. Nërsa këto 8 vite më rapë? 8 vjetë në i ku pos 40 femna. Bravo, mi shikim 40 femna? 40 femna s'bëgjet paculli si ka post përre, për një mos më më shëfure. S'japi memra, përsëris më s'japi memra. Nuk është çudi se ju të gjithë Ani është me thonë dëpëteti. Gjithë çunat kështu bëni si qëndrimi, do me thonë, bani një fillimisht, e doni apo se doni iku, dhe pastaj vazhdoni, objekt vazhdoni. Ai tha të vërtetën. Ndërhy këtu, po kënë rregull po të kuptoj. Po, sa të vërtetën, ka pse të jeti hidheni në Se më kohë. detyron të naloj fjallën, no? Edhe qysh ka shka foli, e respektoj edhe mendimin e këtij që ka pos 40 femna, po na po foli për një pjesë të çaj një mbrapa për djemve dhe jashtë studios. Na dhe kërna kënd vogël s'kena lu me lojna si kena dash lojna ti kena thy. Kena janë serioza gjithë. Okej, do kërkoja nga regjia nga vajzat, qunat për juve, çka janë? Quna. Objekt ndjenje, apo objekt tallje, apo objekt seksi?
Objekt ndjenja. Objekt ndjenja. Puthja e parë për ty. E parushme. E parushme, do më thonë emocion e parushme. Shumë. Okej, Albina. Me cakën apo tjetër? Me dranicakën. Okej. Dranicë, dranicë. Viti dranicakën ku pas. Okej. Në rregull, kalojmë tash. Si të duke, sinqert qëndre, sa më pëlqen, sa mëndime jap, do më thonë, nuk është e lekundshme. Shefe, na nuk i njohëmi asë një këtu që janë studio. Po pra, kjo është esenca. Janë bota ndryshme, janë botë në vete. Ne gjykojmë si pas prezentimit këta që e bojnë. A kuptoni, mës të kesh kuptohemi. Na gjykojmë veç ju që shpërgjigjini. Tash, a i keni dëvërteta, apo i keni gënjeshtra, ju e dini mas një. 50-50. 50-50. Okej, Dini shumë të ata jashtë, a kom të vërteta gënjeshtra. ka shumë jashtë? Një. Okej, Albina, meshkojt. Ata shumë si bjen. Okej, quna, Albina, meshkojt janë objekt tallje, objekt seksi, apo objekt ndjenje për ty? Ndjenja dhe krap për famën. Puthjen e para, e ki provu, Albina? Po. Edhe, që ka qenë emocion? A kishe dashur me përjetu prapë, për shembull, puthjen e parë? Në personin e parë? Po. Po. Kela, ma shushan për ty? Gjithë shka. Do me thonë, edhe tallje, edhe seksi, edhe ndjenje. Po bëja i gore, jam. Kur s'ki ndjenja, s'ki kur gjo. Okej, puthja ju të parë, kujtohet? Po. Në konë pa pritë, mas jam konë shumë e vogël. Edhe çfarë ndjenje ishte? Zdia zvet, zdi me përshkojmë konë Këto shumë. dy vendaset e mia, si po duken përgjigje? Dashta mi pyet një pyetje që së më lejet. A mundeni, do më thonë, të njëjtën dashuri që e keni pas puthjen e parë, ta ktheni kushtimisht, ose i dytja, i tretja, cili vjen në re, nuk e di, me djalin tjetër që ju vjen në vazhdim. Po mendoj për një jetë ose... Do më thonë, ndjenja që ja këni jep atit parit mjari, këthy për shembull qëndrimit, i dytë i rënë. Atë ndërhyën që... Vajzat, jo... Për vajzat, po është edhe për juve, po... Mirë shko që vajzat, okej? Pa i për mu, adin jam konë shumë e re dhe u konë thjesht si lojë, kështu. Vagël kërë kom, pak ma e madhe kërë e kom. Kur je rik, do më thonë... Që ato ndjenjë mi pasë edhe me këta, po thua, po. Kërë e ke kuptu se qka o dashuria. E, mja nisme të kujtu puthjet e mija. Nuk e besoj që kish mujtë me konjej. Me ndën që ka një mashkull, veç pak lutim, a me ndën që ka një mashkull që ta afrën dashurin në shla edhe matë madhe si sa aje e para që ka qenë. Ku me marrë me dole aj. Okej. Po thëma me ndën. Ndoshta. Lola, puthja parë. Rënqese dhe e paharuar, sepse kujtohet. Dhe mbaj mend edhe datën, ka qenë 31 dhjetor. E mani me datat e puthjes parë? Ka marrë që ka më ngërë. Qere, Kur e ndoki, keme i men. Unë e me nuk e moj, veç u konë një rast Okej, rastin e ka dhënë masanera, data ke pyetja. Lola, mashkull çan për ty? Për mua, ose është mashkullim, do me thonë njeriu që unë dashuroj, njeriu që unë dashuroj, ose s'është asgjë, nuk është fare. Thjesht mund jetë një shok, por që s'është imi. Fillim për dashuran të ashtë këtë? Lola, shivet që ka dhe, do më dhanë ka dhe lexueshmëri, shivet që është një vajzë intelektuale, besoj që rrjedh për një familje të shkëlqyeshme. Kur jemi këtu te Lola, do ndalim, regjia do më shoqëroj me disa pamje. Lola është një vajzë që këndon bukur, e adhuron këngën, është një këngëtare e mirë, jeton në Tiranë, me origjinë nuk është nga Tirana, por që dashuron çdo herë ata që këndojnë. Lola, i dashuri ka shans shembull të jetë këngëtar që qëndrimi komunist që kënan? Po pse jo? Kënani dytë, për shembull tush. Berat, cilën nga vajzat do zgjedhësh në takim? O pjallo, për parësi ladies first, vajzat le të na zgjedhin neve. Ladies first, më pëlqen kjo si ide. Shkojmë te Qendresa. Qendresa, cili është djali që ne mund të shohim një klip sot një javë me ty dhe të. Shifim me vëmendje. Zgjedha mirë. A? Mu të pare, no? Ty të pare. Sabre bashkë, mo. Se para i? Je para. Apo? Okej? Okej. Së po di pra. Okej, kalojmë pak Qendresa, shkojmë te Albina shpejt. Kala. Altinin. Altinin. Pse Altinin?
Më tërhek. Tërhek. Altin, pranon takimin apo datin me Albinën? Mendoj se po. Mendon se po. Mendoj, po jo. Po. Okej, unë ju uroj sukses në takim.